është vendi i krimit i cili renditës së qytetin e Vështres ku 2 persona mbeten të vrarë. Më saktësisht një grua mbeti e vrarë ndërsa dorosi i saj bëri vetvrasje. Deri te shkaku i kësaj ngjarje tragjike dyshohet se ka ardhur për shkak se të dy kanë punuar këtu në forë bashkë në një furrë. Më saktësisht dorosi ishte shefi i saj ndërsa ajo kohë më pas kishte kaluar të punonte në një biznes të ngjashëm konkurrent të dorosit dhe këtu dyshohet se ka lindur e gjithë mosmarrveshja për favorizim të konkurrencës. Pra se ja ka lëshuar punën dhe ka kaluar në biznesin tjetër, kanë humbur jetën 2 persona të Vështres. Dojmë se edhe ndrëmë Vështreja shënditën nga një vrasje tjetër, pastaj humbi jetën Ardit Zemberi nga një bashkëmoshatar e tij.